Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Ju uroj një javë të mbar. Le të shikojmë çfarë na thon letrat tarot për 12 sinjat e zodiakut për këtë ditë të hënë, 10 gusht 2026. Ju faleminderit. Dashi, letra e tarotit për sot, dash. Dielli, një nga letrat më pozitive dhe më të fuqishme të tarotit. Ajo simbolizon lumturinë, gëzimin, suksesin, qartësinë dhe një rezultat shumë të mirë. Nëse kohët e fundit ke pasur frikë ose pasiguri për diçka, sot mund të kuptosh se situata nuk është aq e frikshme sa e kishe menduar. Mjegulla largohet dhe gjërat bëhen më të qarta. Në dashuri mund të ndjesh më shumë ngrohtësi, sinqeritet dhe afërsi. Nëse ke pritur një përgjigje nga dikush, sot mund të marrësh një sinjal pozitiv. Në punë dhe financa, dielli sjell optimizëm dhe rezultate. Një çështje që të ka shqetësuar mund të fillojë të zgjidhet në favorin tënd. Në planin personal, është koha të besosh më shumë te vetja. Dyshimet që të kanë mbajtur pezull po humbasin fuqinë e tyre. Nëse ke një pyetje me përgjigje po ose jo, dielli të jep një po të fortë. Mesazhi i letrës për ty. Mos ki frikë nga ajo që vjen. Ti tashmë ke qartësinë që të duhet, beso te vetja dhe te rruga që ke zgjedhur. Dhe fjalët kyçe të ditës, qartësi, gëzim, sukses dhe besim. Demi, letra e tarotit për 10 gushtin. Hëna, një letër që lidhet me emocionet, intuitën, gjërat e fshehura, pasigurinë dhe mungesën e qartësisë. Sot hëna ndodhet në sektorin tënd të komunikimit dem, ndaj mund ta kesh më të lehtë të flasësh për atë që ndjen. Mund të nisësh një bisedë që në fillim duket krejt e zakonshme, por më pas do të çojë në mendime shumë më të thella. Një mik i mirë mund të bëjë një pyetje që të vënë në mendime. Ndoshta nuk do ta kthesh më njëherë përgjigjen, por ndërsa flet mund të zbulosh edhe për veten gjëra që nuk i kishe kuptuar më parë. Në dashuri, mos nxito të nxjerrësh përfundime, nëse diçka të duket e paqartë, pyet dhe dëgjoj me kujdes. Ndonjëherë ajo që imagjinojmë është shumë e madhe se ajo që po ndodh realisht. Në planin personal, kurioziteti yt rritet dhe një bisedë mund të bëhet një udhëtim i vogël drejt vetë zbulimit. Lejoji mendimet të dalin në sipërfaqe pa i gjykuar. Mesazhi i hënës, jo çdo gjë duhet të ketë një përgjigje menjëherë, ndonjëherë duke folur sinqerisht, qartësia vjen vetë. Dhe fjalët e ditës, intuit, komunikim, emocione dhe zbulim. Binjakët, letra e tarotit për 10 gushtin binjak, 7 kupat. Një letër që lidhet me ëndrat, dëshirat, shpresat dhe mundësitë e shumta. Sot je plot ide frymëzuese dhe mund ta ndjesh veten më optimist se zakonisht. Mendja jote është e mbushur me projekte dhe dëshira që do doje ti realizoje. Financat dhe puna, hëna negafore ndriçon sektorin e pasurisë personale. Ndaj kjo ditë është një për të marrë seriozisht për gjërat që dëshiron të ndërtosh. Një ide që sot duket e thjesht si pasion ose hobi, nëse mund të shndërrohet në një burim të ardhurash. Mos e nëvlerëso atë që ushqen sot, koha, energjia dhe përkushtimi që investon në një aftësi, projekt apo ide mund të japin fryte më vonë. Në dashuri, mund të idealizosh një person ose një situatë. Ëndrat janë të bukura, por përpiqu të shohësh edhe realitetin. Zgjidh atë që të jep siguri, jo vetëm atë që duket emocionuese. Edhe mesazhi i 7 kupave, ke shumë mundësi përpara, por suksesi vjen kur zgjedh një ëndër dhe fillon ta ushqesh me veprime konkrete. Fjalët që mund të përdorni për sot janë ëndra, mundësi, ide dhe rritje. Gaforia, letra e tarotit për këtë të hënë gafore, 6 kupat. Një letër që lidhet me kujtime, nostalgji, fëmijërinë, dashurinë e pastër dhe momentet më të ngrohta të së kaluarës. Sot mund të ndihesh pak më nostalgjik. Një këngë, një fotografi, një vend apo edhe një bisedë mund të të rikthejë në kujtime që kanë lënë gjurmë të bukura në zemrën tënde. Mund të mendosh për kohët kur ndihesh më i sigurt, më i dashur dhe më i qetë. Hëna është në shenjën tënde, ndaj emocionet janë më të forta dhe intuita jote funksionon në mënyrë të veçantë. Kjo është një ditë e mirë për të reflektuar mbi atë që të ka formuar ti person. Në dashuri mund të rikthehet një kujtim i një personi nga e kaluara, ose mund të ndjesh dëshirën për më shumë ngrohtësi dhe sinqeritet në marrëdhënien tënde. Në disa raste 6 kupat mund të sjellë edhe një rikthim ose kontakt nga e kaluara. Në jetën personale, pyet veten, çfarë ishte ajo që më bënte vërtet të lumtur atëherë? Përgjigja mund të tregojë se çfarë duhet të krijosh përsëri në jetën tënde sot. Mesazhi 6 kupave. E kaluara nuk duhet të të mbaj peng, merr prej saj dashurinë, kujtimet dhe mësimet më të bukura dhe përdori për të ndërtuar një të ardhme që po të jep aq ngrohtësi. Fjalët kyçe, nostalgji, kujtime, dashuri dhe ngrohtësi. Luani, letra e tarotit për sot, Hierofanti.
Një letër që lidhet me stabilitetin, traditën, besimin, rregullat dhe gjërat që kanë kaluar provën e kohës. Me hënën në gafore, sot mund të ndjesh një nevojë të fortë për siguri emocionale, por hierofanti të fton të shkosh një hap më tej. Mos kërko vetëm atë që të bën të ndihesh i sigurt, por atë që është vërtet e besueshme dhe e qëndrueshme. Në jetën personale mund të ketë një situatë që nuk dëshiron ta ndryshosh, ndoshta sepse e njeh mirë, i beson dhe të ka dhënë një ndjenjë stabiliteti. Sot nuk e pse të ndryshosh diçka vetëm sepse të tjerët mendojnë se duhet. Në dashuri, mund të kërkosh një lidhje serioze, të qëndrueshme dhe baza të forta. Nëse jeni në një marrëdhënie, mund të ndjesh dëshirën për që disa gjëra të mbeten pikërisht siç janë. Në punë dhe financa, hierofanti favorizon strukturat tradicionale, institucionet dhe sistemet që kanë funksionuar për një kohë të gjatë. Nëse duhet të marrësh një vendim, mund të jetë më e mençur të besosh një metodë të provuar sesa të rrezikosh me diçka krejt e panjohur. Dhe mesazhi i hierofantit, jo çdo gjë e vjetër duhet ndryshuar. Disa gjëra janë ende të vlefshme pikërisht sepse kanë krijuar besimin dhe me kalimin e kohës. Dhe fjalët kyçe, besim, stabilitet, traditë dhe siguri. Virgjëresha, letra e tarotit për sot virgjëresh, dielli i përmbysur. Edhe pse në këtë pozicion energjia e tij është pak më e dobët, dielli mbetet një letër shumë pozitive dhe sjell shpresë dhe një rezultat të mirë. Hëna ndodhet në sektorin e miqësive. Ndaj sot vëmendja mund të përqendrohet te një mik, një marrëdhënie shoqërore ose një situatë që kërkon të sqarohet. Mund të duhet të luftosh pak për atë që dëshiron, një keq kuptim, një debat apo bisedë e vështirë me një mik mund të vërë në provë. Por mos u dekurajo. Sfida nuk të thotë domosdoshmërisht humbje. Në miqësi, nëse një marrëdhënie ka kaluar një moment tensioni, sot mund të kesh mundësinë të sqarosh gjërat. Fol hapur, por mos u përpiq të fitosh çdo debat. Qëllimi është të kuptoheni. Në jetën personale, dielli përmbysur tregon se rezultati që dëshiron mund të vijë, por jo aq shpejt dhe aq lehtë sa kishte shpresuar. Duhet pak durim, përpjekje dhe besim. Mesazhi i letrës, edhe nëse luka ka disa pengesa, rezultati përfundimtar mund të jetë pikërisht ai që dëshiron. Mos hiq dorë vetëm sepse gjërat nuk po ecin menjëherë sipas planit. Dhe fjalët kyçe, durim, miqësi, përpjekje dhe fitore. Peshorja, letra e tarotit për këtë të hënë peshore, 5 kupat, një letër që lidhet me zgënjimin, trishtimin, emocionet e forta dhe ndjenjën se diçka nuk po shkon ashtu siç dëshiron. Kjo nuk do të thotë se dita është e keqe, përkundrazi, 5 kupat të fton të ndalosh për pak edhe të kuptosh çfarë po të shqetëson vërtet. Sot nuk është nevojshme të fshehësh emocionet apo të bësh sikur diçka është në rregull. Në punë, hëna aktivizon sektorin e karrierës dhe marrëdhënieve profesionale. Mund të ndihesh e pakënaqur me punën aktuale, me një koleg, me drejtues ose me mënyrën se si po zhvillohet një situatë profesionale. Ndoshta mendon, kjo mund të ishte shumë më mirë ndryshe dhe pikërisht këtu qëndron mësimi i ditës. Emocionet janë prioriteti yt sot. Jepi vetes kohë për të kuptuar nëse je vërtet i pakënaqur me situatën apo thjesht i lodhur emocionalisht dhe i ngarkuar. Në marrëdhënie, mos mbaj gjithçka brenda, një bisedë e sinqertë më të ndihmojë të kuptosh se çfarë dëshiron të ndryshosh. Dhe mesazhi i kupave, i 5 kupave, mos u përqendro tek ajo që mungon, pasi të përpunosh emocionet, do të jesh në gjendje të shohësh edhe mundësitë që ende ke përpara. Fjala kyçe, emocione, reflektim, shërim dhe ndryshim. Akrepi, rrota e fatit e përmbysur akrep, për këtë të hënë. Kjo letër tregon një moment kur mund të ndihesh sikur gjërat nuk po ecin në drejtimin që dëshiron, dhe sikur ke ngecur në një situatë që nuk po ndryshon. Mund të ndihesh pak nga ajo që quhet stresi i të hënës, mungesë motivimi, lodhje ose ndjesinë se gjithçka po ecën me ngadalë nga sa do të doje. Hëna në gafore të shtyn të futesh më thellë në mendimet dhe emocionet e tua. Sot është momenti të pyesësh veten, a besoj vërtet se mund ta zgjidh këtë problem, apo po e bind veten se nuk kam fuqi të bëj asgjë. Në një situatë të vështirë, mund të jetë duke kërkuar zgjidhje për një problem personal, ose një mik mund të ketë nevojë për ndihmën dhe këshillën tënde. Mos e vlerëso aftësinë tënde për të parë atë që të tjerët nuk e shohin. Në marrëdhënie, nëse ndihesh sikur ka një lidhje ka ngecur, mos u përpiq ta detyrosh situatën të ndryshojë menjëherë. Kupto fillimisht se çfarë po të pengon. Mesazhi i rrotës së fatit, ndonjëherë jeta nuk po të thotë jo, thjesht po të kërkon të ndryshosh mënyrën se ti po përpiqesh ta zgjidhësh problemin. Dhe akrep mos haro, ti mundesh, ke më shumë forcë dhe zgjuarsi nga sa mendon. Fjalët kyçe, besim, durim, zgjidhje dhe këmbgulje. Shigjetari, letra e tarotit për sot shigjetar, 10 pentakulat. Një nga letrat më të mira kur bëhet fjalë për parat, stabilitetin financiar, sigurinë dhe mundësitë afatgjata. Nëse kohët e fundit ke pyetur veten nëse gjendja jote financiare do të përmirësohet,
Kjo letër sjell një sinjal shumë pozitiv. Hëna ndodhet në sektorin tënd financiar, duke aktivizuar veçanërisht çështjet që lidhen me burimet e përbashkëta, paratë të tjerëve, investimet, mbështetjen ose mundësitë financiare përmes njerëzve të tjerë. Në punë dhe financa, paratë mund të vinë drejt teje, por jo domosdoshmërisht në mënyrën tradicionale që pret. Mund të jesh duke kërkuar një mënyrë për të fituar më shumë, por një mundësi mund të vijë përmes një miku, një të njohur ose dikujt që të prezanton me personin e duhur. Mos e nënvlerësor jetën tënd shoqëror. Një bisedë e zakonshme mund të shndërrohet në një mundësi konkrete pune, bashkëpunimi ose fitimi. Në marrëdhënie, 10 pentakula sjell dëshirë për siguri dhe një të ardhme të qëndrueshme. Marrëdhëniet e forta mund të bëjnë një burim i madh mbështetjeje. Mesazhi i letrave. Mos mendo se duhet të bësh diçka vetëm. Ndonjëherë mundësia që kërkon vjen përmes personit që nuk e prisje. Fjalët kyçe, pasuri, mundësi, mbështetje dhe stabilitet. Britsjapi. Letra e tarotit për sot Britsjap, 5 patat e përmbysura, dhe kjo është një shenjë pozitive. Kjo letër tregon se një konflikt mund të jetë duke arritur drejt fundit dhe se tensionet fillojnë të qetësohen. Nëse ke kaluar një debat, keq kuptim ose një periudhë ftohtësie me dikë, sot mund të krijohet hapësira për paqe, faljen dhe pajtimin. Në marrëdhënie, vëmendja jote shkon tek një partneritet i rëndësishëm. Mund të jetë një marrëdhënie romantike, por edhe një bashkëpunim në punë. Një lidhje që ka kaluar tension mund të fillojë të marrë përsëri një drejtim më të mirë. Hëna në sektorin e marrëdhënieve të ndihmon të jesh më i ndjeshëm ndaj emocioneve të tjetrit. Sot mund të bësh një hap pas dhe të shohësh situatën nga këndvështrimi i personit tjetër. Në dashuri, në vend që të përpiqesh të provosh kush ka të drejtë, mund të kuptosh se paqja është më e rëndësishme se fitoria. Një bisedë e sinqertë mund të shërojë një plagë të vjetër. Në punë, nëse ka pasur tension dhe një koleg ose partner biznesi, situatat mund të zbuten. Është momenti i mirë për kompromis dhe për të lënë pas atë që nuk të shërben më. Mesazhi i shpatave të përmbysura. Jo çdo betejë duhet fituar, ndonjëherë fitoria e vërtetë është të rikthesh paqen dhe fjalët kyçe. Paqe, pajtim, mirëkuptim dhe partneritet. Ujori, letra e tarotit për sot ujor, as i shpatave i përmbysur, edhe mesazhi i tij është i qartë. Ka ardhur koha të ndryshosh diçka në rutinën tënde. Ndoshta disa zakone të përditshme po të japin të njëjtin rezultat çdo ditë, po të mungon ajo energji e freskët që të frymëzon. Nuk e nevojë të ndryshosh diçka me njëherë, është ndryshim i vogël, mund të sjellë një ndresi krejt tjetër. Hëna në gafore të fton të dëgjosh trupin dhe instiktin tënd. Kushto vëmendje mënyrës se si ndihesh kur bën disa gjëra, çfarë të jep energji, çfarë të lodh, çfarë të lë një ndjenjë të mirë dhe çfarë të bën të mendosh pse po e bëj akoma. Në vendime, as i shpatave i përmbysur mund të sjellë një mjegullim mendor, konfuzion ose pasiguri. Nëse nuk e ke të qartë për një gjë sot, mos e detyro veten ta gjesh me çdo kusht. Në marrëdhënie, intuita mund të tregojë më shumë se sa fjalët. Nëse diçka të duket e çuditshme, ndalo dhe vëzhgo se çfarë ndjen brenda vetes. Dhe mesazhi i letrave tarot. Kur mendja është e qartë, mos e injoroj intuitën. Ndonjëherë instikti e di drejtimin përpara se mendja ta kuptojë. Dhe fjalët kyçe, intuit, ndryshim, qartësi dhe rutinë e re. Dhe mbërritëm të peshqit, letra e tarotit për sot peshq, 8 shpatat. Një letër që shpesh shfaqet kur ndihemi të bllokuar, të pafuqishëm ose sikur nuk kemi rrugdalje nga një problem. Por mesazhi i rëndësishëm i kësaj letre është gjithmonë ekziston një rrugdalje. Ndonjëherë pengesa më e madhe nuk është vetë situata, por mënyra se si e shohim ne atë. Hëna në gafore, aktivizon anën tënde krijuese. Prandaj nëse sot përballesh me një problem që duket i pazgjidhshëm, mos përpiq ta zgjidhësh në të njëjtën mënyrë si gjithmonë. Mendoj jashtë kornizave. Një ide e pazakontë, një qasje e re ose një këndvështrim krejt tjetër mund të tregojë pikërisht atë që të ka munguar. Në dashuri, nëse ndihesh i bllokuar në një marrëdhënie ose nuk di si të shpresh atë që ndjen, mos u supozo se gjithçka ka marrë fund. Një bisedë e sinqertë mund të hap një derë të re. Në punë dhe jetë, mos lejo që ndjenja e pafuqisë të vendosë për ty. Edhe nëse nuk mund të ndryshosh diçka, mund të ndryshosh hapin e radhës. Edhe mesazhi të shpatave. Ti mund të mos e shohësh ende zgjidhjen, por kjo nuk do të thotë se ajo nuk ekziston. Ndrysho këndvështrimin dhe kërko një rrugë që nuk e ke provuar më parë. Dhe fjalët kyçe, rrugdalje, krijimtari, guxim dhe zgjidhje.